Miqtë të dashur, gjatë vitit 2025 na kemi diskutuar shumë herë për partnerët tonë, e sidomos për fshatin e Gjelbër, si njëri prej partnerëve tonë më të vyer, më të çmuar apo më të suksesshëm. E për më fort për vitin 2025, për fshatin e Gjelbër, e kemi këtu përfaqësuesin apo drejtorin e fshatit të Gjelbër, Lumi Hoxhen. Mirëmëngjes Lumi. Mirëmëngjes. Gjithmonë kënaqësi me qenë prezant këtu. Faleminderit shumë që erdhe mas. Juroj edhe juve për punën edhe stafit të Vësyrit për punën e palodhshme gjatë këtij viti. Faleminderit shumë. Se ti ke mujt gjithmonë deri këtu dhe më ke erdha më shku. Ja po nesh vit deri këtu, po kaloj jashtë. Kaloj andaj. Lumi, çysh është gjendja, çysh keni kalu këtë vitin 2025 në fshatin e Gjelbër? Mundëm të më thonë që viti 2025 ka qenë ky vit me cilën na e kemi arrit objektivin kryesor të cilin e kemi prezantuar prej ditës parë kur është themelu, kur është iniciuar dhe është po vizioni fshatit Gjelbër. Ajo ka qenë me kriju një standard të ri jetesës. Ku ideja këtij standardi tashmë mund të shihet në fshatin e Gjelbërt ku çdo detaj është përfunduar. Edhe përveç konkretizimit është ideja që ka arrit me kriju atë komunitetin cilin gjithmonë e kemi kërkuar dhe e kemi ëndru me një forme. Ideja është që thjesht fshati Gjelbërt e ka arrit atë statusin e një lagje të mirë menaxhuar edhe jo vetëm improvizim, por menaxhim në çdo aspekt. Duke filluar të gjitha detajet të pastrimit, të rendit, të rregullimi i lagjes, të pastërtia, të operacionet tjera të cilat e bojnë në çdo aspekt lagjen në një sistem të menaxhimit siç duhet me qenë. Ideja është që ky standard mos me qenë si luks, por me qenë një standard që duhet me qenë një lagje, një komunitet. I nevojshëm, standardi nevojshëm për njerëzit. Për një jetesë tamam si duhet. Në momentin që ky standard arrin me qenë konsistent, çysh ka arrit tash, domethënë kur kemi këtë vit që ka qenë lagje aktive duke filluar nga nëntori i vitit kaluar, domethënë tashmë është bën një vit që lagja është e banueshme, është aktive, edhe është vërtet që ky tashmë nuk ka thjesht një luks, po një standard i ri i jetesës. Ky standard ka arritur që me kriju atë frymë, me kriju atë komunitet. Dhe në momentin që është një shpirt jetese, një komunitet, e bën tepër të vlefshme jetesën aty, e rrit vlerën e secilës familje, edhe në njëjtën kohë e rrit edhe vlerën e jetesës e banimit. Në momentin që po arrihen këto objektiva, na po besojmë që ndikojmë pozitivisht në cilësinë e jetës, ndikojmë pozitivisht në krijimin e një hierarkie, që duhet të pas një familje me një standard mirë, me një jetesë mirë dhe në momentin që mrrim aty, mundemi me thonë që ky standard i cilin gjithmonë e kemi kriju është prezantuar në fshat edhe është arrit si një lloj objektive themelore. Mirë, shumë Lumi, po e kemi përmend që fshati Gjelbër po zgjerohet. Po, çfarë do të thotë kjo që fokusi jon ka qenë që ky bloku i parë i cili është me 82 shtëpi të jetë i kompletuar, të jetë jeta aktive, të jetë komuniteti organizuar si duhet. Edhe në njëjtën kohë ideja është që në bazë kësaj vlere për ne është një shtys dhe për shumë familje të tjera që të kërkojnë vendbanim në fshatin e Gjelbërt dhe për ne është një shtys që me vazhdu me hapjen edhe me ndërtimin dhe prezantimin e vendbanimeve të reja. Ku brenda bllokut parë na si një pikë kyçe gjatë vitit 2025 ka qenë prezantimi i apartamenteve, 11 objekteve të cilat tashmë me një ndërtim shumë dinamik brenda vitit kemi arrit me gati me përfunduar ndërtimin e vrazhd, me cilin tashmë synojmë që si pikë e parë bllokut parë me përfundu pjesa e apartamenteve dhe komplet e shtëpive të cilat vetëm është e përfunduar. Dhe kjo na jep mundësinë që tashmë në pjesën e parë të vitit që po vjen vazhdojmë me akomodimin e pjesës së apartamenteve, kompletimin e tyre dhe ta bëjmë këtë bllokun e parë të fshatit Gjelbërt në çdo aspekt final. Domethënë ku me prezantimin e apartamenteve dhe me ndërtimin e tyre po bën diku mbi 180 familje që do të akomodohen deri në fund vitit që vjen. Edhe kjo njësi i jep hala ma shumë fuqi asaj idesë së komunitetit të organizuar. Tamam një si qytet. Jo, po bëhet një kompleks shumë më i madh, domethënë se sa që perceptohet për shkak që duke marrë parasysh besimin dhe jetesën që është aty, për atë punë unë e kanë fillim që është një menaxhim në çdo aspekt duke marrë parasysh edhe sasinë po mendoj edhe duke marrë parasysh familjet, numrin e madh të cilat janë aty. Përveç kësaj, jashtë ndërtimit, jashtë prezantimit të njësive të reja, ideja jonë që është një ide shumë prioritet, është konsistenca, përveç menaxhimit, konsistenca krijimit të komunitetit, jetesës,
duke bërë organizime të ndryshme, duke ofruar shërbime të mira për banor, duke ofruar çdo gjë tjetër që mundet me përmirësu cilësinë e jetës. Tash kohëve të fundit është hap edhe objekti afarish cilin e kemi pasur në plan prej fillimit. Është bëu hapja, është hap lokali, restorani, doma atje, cilat të funksionuar shumë mirë. Është bërë një pikë e re, një destinacion i ri ku banorët, mysafirët, audienca, njerëz jashtë fshatit munden me ardhë, me kalu kohë, me pi kafe, me taku njerëztri, edhe thjesht me kalu një ditë, një vikend. Tash shpejti edhe një market është pjesa e marketit që është gati, hapet tash të ditë, edhe bashkë me to është edhe një pjesë si hotel, domethënë që shërben banorëve, mysafirëve tënë që mundën me qenë jashtë lagjes, mundën me pas kërkesa, domethënë ideja që tashmë jashtë banimit po rritin edhe shërbimet, të cilat janë pikë kyçe për përmirësimin e jetës në fshat. Domethënë gjithashtu që na i tham, gjithashtu që na i cekëm për përmirësimin e një jetë të një komunitetit apo për vendosjen e disa rregullave, kemi edhe banor të cilët e thojnë po të njëjtën gjë. Domethënë banorët deri më tash që kanë hyrë brenda janë gjithën super të kënaqur. Tash pavarësisht janë diku rreth 45-50 familje të cilat jetojnë, banojnë aty çdo ditë. Të gjitha komentet janë pozitive. Tash bëhet një vit që çdo aspekt është aktiv. Janë komentet shumë pozitive, janë të kënaqur banorët, në njëjtën kohë është edhe thirrje për ne që edhe familje tjera të cilat kanë interesim, kanë dëshirën, munden me ardhë me pa dhe vetë nga afër çdo detaj, munden me kalu kohë në lokale aty me pi një kafe, me pa lagjen, sidomos tash të kohë të festave, lagja ka një super pamje, është dekorune, është disponim tjetër, kështu që ja vlen edhe koha mirë, pse jo, edhe munden me pa vetë. Këtë mirat, edhe 2026 apo vjen mira. Munden edhe ty aty me taku me pi kafe. Unë i pres me dur hapur. Ti je dëshmitore jonë aty. Unë jam dëshmitor okular. Po. Lumi, çka presim 2026 diçka mirë ose përveç urimit që kemi na botash? Nga ana e lagjes si pjesë e ndërtimit në vitin 2026, përveç përfundimit të apartamenteve, na kemi filluar dhe me bllokun e dytë të lagjes, ku është pjesa tjetër ku do të ndërtohen shtëpi të reja dhe apartamente të tjera, të cilat janë pjesë e fshatit Gjelbërt, është pjesë e vizionit 3, vizionit për zgjerim. Ndërtimi i vrajsh do të fillojë te bloku i dytë, është në pjesën tjetër të lagjes ku synojmë që tash me prezantu dhe blokun e dytë, ndërsa nga pjesa e dytë e këtij viti, domethënë fundi i vitit që po vjen 2026, ideja është me pas një përfundim ndërtimeve të vrajshta edhe me prezantu dhe pjesën tjetër të lagjes, me fillu me shitje, me mbyll shitjet, edhe me akomodu lagjen komplet me mbi 300 familje mandej që mbrim, edhe me qenë fokusit e konsistenca se cilës pikë të menaxhimit, monitorimit, mirëmbajtjes, edhe të organizimit të aktiviteteve të shumta në fshat që me përmirësua edhe cilësinë edhe disponimin edhe krejt. Super, perfekt. Lumi, të falenderoj shumë që erdhe, edhe urime vitin e ri 2026. Urime edhe juve, edhe stafit, edhe krejtve. Të uroj gjitha të mirat edhe punë të palodhshme, kështu që shihemi ne prapë. Faleminderit. Sot shihemi aty te lagja. Shihemi më vonë. Lumi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Lumi. Mirë pafshim e mirë dëgjofshim.